koalicion. Për një koalicion të mundshëm, AAK-ja e Ramush Haradinajt bie poshtë, sepse një njeri i cili çdo 2 ditë thot Albin Kurti është njeri i Serbisë, Albin Kurti është njeri i Rusisë, njerëzit që bashkëpunojnë me Albin Kurtin janë gjithashtu njerëz të Serbisë dhe të Rusisë, që për mua është një gjuhë jashtëzakonisht e çmendur në realitetin politik që kemi në Kosovë. PDK-ja në anën tjetër, e cila gjatë këtij 4 vjeçari nuk do duhej t'i vinte as afër pushtetit, atëherë nuk kemi ne që zgjedhim skenën politike, po ne duhet veprojmë në një skenë politike e cila ekziston në vendin tonë. Ju jeni të gatshëm të bashkëqeverisni me Shkëlqim Devollin? Po ne nuk bashkëqeverisim me Shkëlqim Devollin, ne bashkëqeverisim... Ka qenë mbështetës kryesor i Lumir Abdixhikut. Ne, LDK-ja po thot, ka qenë mbështetës, por ai askund zyrtarisht nuk është pjesë e LDK-s, edhe nëse LDK-ja dorëzohet totalisht përballë oligarkëve dhe bën vetëm politikat e tyre, atëherë jeni i sigurt që jo ky 4 vjeçar, po edhe 20 vjeçar i ardhshëm nuk ka për të arritur për ta zgjuar nga llapia në të cilën do të bjerë. Lumir Abdixhiku doli me propozimin për një qeveri të unitetit para askush nga ju nuk e mbështeti. Sipas jush, zona Grevalla, ky propozim, një propozim një 15 pika në mos gabon. Çfarë synon realisht? Po tani që të propozosh 15 pika, zoti Peka duhet të fitosh zgjedhjet. LDK-ja nuk ka dalë as e dyta, LDK-ja ka dalë e treta dhe nuk ka asnjë të drejtë as politike dhe morale të propozoj programin e ardhshëm qeveritar. Dhe ky propozim i cili fillimisht u quaj qeveri tranzicionale, më pas në qeveri të unitetit, sepse ju duket sikur tingëllon më mirë qeveria e unitetit, është vetëm një shfaqje e refuzimit të LDK-s për ta njohur rezultatin zgjedhor. Refuzoni mbështetjet e Abdixhikut, refuzoni Devollin, refuzoni programin e tyre, refuzoni bllokimin e tyre. Për çfarë duhet t'ua japin ata vota, sepse në finale ka një llogari politike. Unë kur futem koalicion, kam disa qëllime dhe të paktën diçka duhet më merret parasysh. Çfarë janë të gatshëm të merrni parasysh Lumir Abdixhikut që ta fusi koalicion? Nuk e di sepse ende nuk i dim as kërkesat e tyre, për shkak se deri tani nuk kanë qenë gjendje as të ulen në tavolinë. Përdesa ju jeni të hapur të qeverisim me ta. Çfarë jetë gatshëm bëni për ta? Jemi të gatshëm që në mënyrë parimore të bëjmë një qeveri të përbashkët e cila premton në 4 vitet e ardhshme që do të zbatoj reformat për cilat jemi zotuar edhe cila premton bashkëpunim parimor në një qeverisje për zhvillim të vendit. Asgjë tjetër nuk mund të premtohet askujt. Mirë, po ne nuk i dim kërkesat e tyre, sepse që t'i dim kërkesat fillimisht, zoti Abdixhiku duhet i heqë emocionet edhe paragjykimet e tij dhe duhet ulet fillimisht në tavolinë, gjë që ai pa PDK-n po refuzon ta bëjë. Keni qenë numër 2 partisë